paramendone që 2 par zgjedhje i fiton lëvizja vetë vendosje, në të fundit me 51% dhe nuk është në gjendje ta bëj shtetin funksional për shkak se është e pangopshme dhe don që ta merr edhe këtë institucion, edhe institucionin e presidentes dhe na sjell në një situatë ku në ditën e fundit me zet ditëm kush është kandidati dhe na imponohet një betejë tjetër në gjykatën kushtetuese në mungesë të përgjegjësisë totale, politike, institucionale, shtetënore, kisha me thonë dhe historike. Sa i përket çështjes së dekretit dhe debatit kushtetues, Aleanca për Armërinë e Kosovës e ka përgatitur një analizë që e ka si qëndrim të vetën, që do të ndahet me ju media rreth kësaj teme. Por ne është bukur e qartë, e thjeshtë, nëse ka drejtësi dhe trajtohet aspekti meritor. Atëherë neni 86.2 është i qartë, i qartë sikur loti, i pastër si loti. Thot 30 ditë para se ti përfundoj presidentes, afati i saj në zyre duhet të ketë zgjedhje. Çfarë do trajtimi tjetër është rrethanor, çfarë do trajtimi procedural është për procedurën për raste tjera, çfarë do tendence me ndodh diçka mas asaj date është pos tendencë për të vazhduar një sak dhe për ma keq për ta bllokuar Kosovën. Një çështje tjetër shumë problematike për ne, lidhet drejt për drejt me mendësinë e lëvizjes vetë vendosje për të sulmuar institucionet e pavarura. Qysh mund del një përfaqësues i popullit, një parti që ka 50% dhe ta sulmoj institucionin e pavarur, gjykatën kushtetuese, të tentoj të ndikoj politikisht, duke shkuar aq lart, duke thënë se disa ambasador po dojnë me shkatërru gjykatën kushtetuese. Jo bre burç, ata që e kanë ndërtuar, ata që e kanë ndihmuar, nuk e shkatërroni, e shkatërroni ju që doni të keni ndikim politik. Jemi në këtë konferencë për media për shkak se ky parlament është jo funksional. Dhe detyra jonë, e grupit parlamentar, që jemi në opozitë, është me bisedu me ju, me qytetarët e Kosovës, për i thonë se ne nuk e kemi sjell situatën në këtë problem. Nuk jem ne që e kemi pru këtë blokadë. Ne si kemi fitu zgjedhje. Sa i përket qeverisë, kem dalë, kem thonë rregull, kem thonë komentet e tona. Mirë, po nuk mundesh me bloku shtetin për shkak se në mënyrë tepër brutale don ta kapësh edhe në institucionin e presidencës. Andaj, ne do të jemi këtu për të adresuar edhe çështje tjera, mirë po sot në këtë konferencë doni të themi se opozita është këtu, ne jemi këtu, ne i kemi qëndrimet tona, jemi të brengosur, mirë po përgjithësia, pesha jone politike është kjo, të komunikojmë dhe t'ju themi atë që mendojmë që është tepër kritike. Duhet të ndalet sulmi ndaj gjykatës kushtetuese.